Liria e ka një emër. Protestat premtes Tiranë tregoi se ushtria çlirimtare e Kosovës e ka merituar emrin e saj si formacion i lirisë dhe jo i krimeve. Drejtuesit e saj të burgosur në Hag morën një mbështetje nga gjithë shqiptarët, kudo që ata janë, brenda dhe jashtë majtas e djathtas. Protesta ishte kaq madhështore sa që vuri edhe në siklet Sali Berishën. Ai nuk ishte i munguar i madh, por i vogël i kësaj proteste, aq i vogël sa detyrohet bënte dhe hapa pas. Pa vlerë dhe pa rëndësi. Rëndësi pati që thuajse gjithë klasa politike shqiptare, Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, ishte të premte në sheshin Skënderbej, duke konfirmuar gjithashtu se cila është qendra e një kombit privuar nga historia dhe tashmë të rilindur. Është Tirana. Në Tiranë të premten ishte edhe Ali Ahmeti, njeriu që mori pjesë në UÇK-n e Thaçet, më pas në UÇK-n e Tetovës, heroi një betejë të armatosur që përfundoi me një marrëveshje historike për shqiptarën në vitin 2001, përjetoi të premten ndoshta ditët e tij të fundit të lavdis. Koalicioni i tij të dielën në zgjedhjet lokale regjistroi një dispat thuajse totale, duke fituar vetëm Gosivarin dhe disa komuna pa rëndësi, dhe duke humbur Thellë, Çajirin dhe Tetovën, pra gjysmë shqiptare të Shkupit dhe kryeqendrën e shqiptarëve në Maqedoninë Perëndimore. Edhe aleatët e tyre veri Maqedonas të majt u mundën keq. Aq keq sa në disa komuna Levica, një tjetër parti e majt, e kanë nxjerr LSDM-n forcë të tretë. Por emri vërtet i humbes është Ali Ahmeti, dhe tani shqiptar, por jo vetëm, por kërkojnë politikisht kokën e tij, dhe nëse fitoren e duan të gjithë, humbja zakonisht kërkon një emër dhe për herë të parë Ali Ahmeti e gjen veten në dilemën e qëndrimit apo të ikjes pa kthim. Siç e thash, humbjen nuk e pranon askush, fitoren e duan të gjithë. Të parët janë ata që u votuan. Koalicioni Vlen mori më shumë komuna dhe se sa socialdemokratët slav, ndërkohë që fituan, siç e thash, Çajirin dhe Tetovën. Por ndërkohë, fitore pretendon dhe Albin Kurti, linja politike e cilit është ajo që mbështet koalicionin Vlen që në ditën 0, por në ditët para zgjedhjeve në krah për shembull të Bilal Kasamit në Tetov, u shfaqen edhe politikanë të Shqipërisë. Kjo përbën një habi dhe përjashtim pasi shefi politik i të majtëve në Shqipëri, Edi Rama, njihet për admirimin që i ka për Bacën Ali. Megjithse kohët e fundit, bacët e tij nuk i kanë dalë dash mirë. Pa është kjo një shenjë ndryshimit qëndrimit të qeverisë Tiranës ndaj zhvillimeve në Maqedoni dhe përse? A ka një garë mes shqiptarëve se kush i kontrollon ata në Maqedoni edhe për te kufive të saj? E ndërkohë, kandidati politik jep edhe një rasti të çuditshme. Në 9 nëntor në Shqipëri mbahen zgjedhjet e pjesëme lokale dhe po atë ditë mbahet dhe balotazhi i zgjedhjeve lokale në Kosovë. Një datë e rëndësishme për të kuptuar jo se kush fiton zgjedhjen, por se kush në këtë krim të fortë elektorale do të jetë fituesi i vërtet i shqiptarëve. Për këtë do flasim sonte Sigla. Mirë, mbrëma dhe mirë se vini në Rrëstore me mua sot në program. Po e filloj nga personi i cili e parashikoi disfatën e Ali Ahmetit, e ish kolegu dhe ish bashkëpunëtori i tij Mendu Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike të Shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Mirëmbrëma Mendu, kënaqësi të kem sërish program. Baton Argjiu, kolegu im, me një uri Thella, Tiranë, Prishtinë, Tetov, Shkup. Faleminderit që jeni mua sot. Autori një shkrimi shumë mirë sot që është botuar dhe në faqen tonë, një analizë post-mortem e asaj që ndodhi në Maqedoni. Skënder Menxhozi, mirëmbrëma Skënder. Kënaqësi të kem program dhe Frok Çuvi, kolegu im, mirëmbrëma Frok. Kënaqësi. Faleminderit. Tani Mendu po e nis me ty. Kam bërë shumë intervista me njerëz që kanë parashikuar saktësisht, gabimisht, se kjo politika nuk është shkencë eksakte. Po si ka mundësi që në atë intervistë kemi bërë bashkë ti parashikove këtë fund të një, jo thjesht të një lëvizje, po ndoshta të një klase të tërë politike, ku paradoksalisht ti bën dhe pjesë, po jeni veterani politikës shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Unë do zgjedh një, ndoshta një këndvështrim çuditshëm, nuk është se duhet të përgjigjem pyetjes, po më duket më me vend të përgjigjem pyetjes kush është fituesi. Se unë insistoj se kjo është, dhe mendoj se ky titull e shpjegon fenomenin politik shqiptar të Maqedonisë. Sipas meje, sigurisht mund të jem shumë subjektiv, po mundohem maksimalisht që mos të jem, se s'kam qenë pjesë e garës. Po, kjo ju bën objekt deri diku më realist. Nëse jo objektiv, por realist, pasi ju dhe partia ju smorët pjesë të zgjedhjeve. Fitues absolut i këtij rezultati janë Maqedonasit, VMRO-ja dhe kryeministri. Tendenca e këtij Maqedonasve ka qenë që pas vitit 90. Tendenca shqiptarëve të Maqedonisë është e re në vitin 90 për të krijuar organizëm politik.
për të paraqit kërkesa politike që janë kolektive dhe janë kombëtare. Maqedona si që atëherë me presidentin e parë e ka nisë projektin e kundërt për të dëmtu këtë organizim politik, mundësisht të coptohet në grupe, rrugë, mahalla, qytete apo fshatra, dhe unë mendoj se Mickoski është ai që ekzekutoi me rezultatin e fundit organizimin politik të shqiptarëve. Kush këtu është fajtor të shqiptarët, dikush më pak apo dikush më shumë, mendoj ndoshta nuk është momenti që të futen, po kryesisht përgjithësinë e parë mbajnë Shqipënia dhe Kosova, që sipas meje, sidomos 2 decenjat e fundit kanë pas vetëm një përgdhelje ndaj politikës shqiptare dhe mundësisht komunikimin shumë vëllezëror dhe të mirë me ata të cilët janë në qeverisje. Kjo më pastaj të përkthehet në ngritje të rejtingut. Jo thjesht të një lëvizje, po ndoshta të një klase të tërë politike, ku paradoksalisht ti bën dhe pjesë, si jeni veterani politikës shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Unë do zgjedh një, ndoshta një këndvështrim çuditshëm, nuk është se duhet të përgjigjem pyetjes, po më duket më me vend të përgjigjem pyetjes kush është fituesi. Se unë insistoj se kjo është, dhe mendoj se ky titull e shpjegon fenomenin politik shqiptar të Maqedonisë. Sipas meje, sigurisht mund të jem shumë subjektiv, po mundohem maksimalisht që mos të jem, se s'kam qenë pjesë e garës. Po, kjo ju bën objekt deri diku më realist, nëse jo objektiv, po realist, pasi ju dhe Partia Jusmorët pjesë të zgjedhjes. Fitues absolut i këtij rezultati janë Maqedonasit, VMRO-ja dhe kryeministri. Tendenca e këtij Maqedonasve ka qenë që pas vitit 90. Tendenca shqiptarëve të Maqedonisë është e re në vitin 90 për të krijuar organizëm politik, për të paraqit kërkesa politike që janë kolektive dhe janë kombëtare. Maqedona si që atëherë me presidentin e parë e ka nisë projektin e kundërt për të dëmtu këtë organizim politik, mundësisht të coptohet në grupe, rrugë, mahalla, qytete apo fshatra, dhe unë mendoj se Mickoski është ai që ekzekutoi me rezultatin e fundit organizimin politik të shqiptarëve. Kush këtu është fajtor të shqiptarët, dikush më pak apo dikush më shumë, mendoj ndoshta nuk është momenti që të futen, po kryesisht përgjithësinë e parë mbajnë Shqipënia dhe Kosova, që sipas meje, sidomos 2 decenjat e fundit kanë pas vetëm një përgdhelje ndaj politikës shqiptare dhe mundësisht komunikimin shumë vëllezëror dhe të mirë me ata të cilët janë në qeverisje. Kjo më pastaj të përkthehet në ngritje të rejtingut qoftë kryeministrit apo kryetarit të asaj partie dhe të rezultojnë vota. Dhe në anën tjetër, një ndër përgjegjësit kryesor historik të kësaj situate është zoti Ahmeti, i cili pa vetdije vitin 2001 është futur në këtë projekt, dhe këtu ishte pjesa kryesore e dëmtimit të organizimit politik shqiptar. Unë kam pas të pamundur që të ndëgjohem mirë, të mirë kuptohem vitin 2001-2002, mirë po kompromiset e zotit Ahmeti në emër të një patriotizmi të skajshëm të një luftari për liri, e sollën gjendjen e shqiptarëve në Maqedoni kështu. Edhe një mendim. Mendohet jashtë, do shta në Kosovë dhe Shqipëni, se VMRO-DPMN-ja, që është partije e fuqishme, dhe zoti Mickoski fuqishme kanë përkrah vlenin në për komuna. S'është e sakt. Ata e kanë përkrah vlenin sa ka nevoj që t'i mbajnë gjithmonë shpirtin e varun në një varësi politike. Nuk e kanë përkrah për shembull zoti Bilal në Tetov prej 9.000-8.000 votave të VMRO-s, si pas analizave të mia ka marrë 1.800. Pra le temi fitore nuk e ka për shkak të jo, edhe ma asambliste ka fitu. Edhe zoti Izet Mexhiti e ka fitu, zoti Ahmeti. Normalisht se ne shqiptarët, kur japim në gjithë zemër, gjithë shka, sërbët dhe slavët i kanë të projektuara, matematikore, jo që ne, si ne, që dhamë partisë Maqedonase para 9 vitëve shqiptarët, 78.000 apo 79.000 votë. Kjo rezultat që doli tani, është si pas me realizimi ëndrës, qëllimit, projektit,
po them edhe të akademisë dhe të deep state-it dhe pash mbram kryeministrin me çfarë qetësie flitke, përmendke edhe normalisht edhe rezultatin pozitiv. Dhe definitivisht ky rezultat për këtij rezultati unë pres ditë shumë të këqija për shqiptarët e Maqedonisë. Edhe një fjali, Mickovski dhe VMRO-ja dhe Maqedonasit nuk e kanë mbështetur Vlenin për shkak të Vlenit. Po është një taktik politike që në mënyrë të tërthort të legjitimohet politika e tyre të shqiptarët. Deri dje funksionon të aksioma, teorema politike se ai nuk e ka vullnetin politik të shqiptarëve të Maqedonisë, po prej dje kjo nuk është funksionale. Sidomos në ankesat tona në ditët e ardhshme apo muajt apo vitet e ardhshme drejt Bashkisë Ndërkombëtare, përgjigjja e tij do të jetë se shqiptarët të cilët kandiduan nën siglën e qeverisë në një koalicion jo gjysmë të hapur, po të hapur ku ai mbështeti, kanë fituar shumicën e komunave shqiptare. Zoti Ahmeti nuk ka qenë i paralemruar prej meje vetëm me intervistë, po ju betohem është fjalë e rëndë, po ju siguroj se të gjitha që i kam thënë në intervistë, i kam thënë 4 orë përpara se të vi kjo situatë. Nuk e iki përgjithësisë, edhe unë kam dhënë kontributin tim që të vi deri te ky rezultat. Ikja refuzimi i partisë time për të marrë pjesë në zgjedhje mundsoi këtë rezultat i cili është i keq. Po pse unë jam sjell kështu? Profesionin rezerve kam mjek. Kur keni ndonjë ndezje të madhe brenda organizmit, apo në lëkurë dhe terapia me antibiotik nuk bën shumë punë, duhet shtypur me gjithë forcën fizike atë pjesë që të plasë qelbi dhe më pastaj të filloj terapia e vërtet. Ata që kanë menduar se shqiptarët e Maqedonisë janë shumë afër integrimit në Bashkimin Evropian, janë shumë afër realizimit drejtave të tyre, vjen keq bashkëndjej me ta, për mbram ndjehen shumë keq se ky rezultat tregon se jemi shumë larg. Megjithatë Baton, për nis me ty, pasi krahun këtë e kam në shtëpisë. Edhe unë jam në shtëpisë, po. Edhe ti je në shtëpisë, po je kështu. Me status posaçëm. Mund të thonë po mirë, për kjo koalicioni vlen, pse këta nuk kanë vlerë? Pse këta, se menduhet thotë presim ditë këqija për shqiptarët e tutje. Po në fund fare dikush mund të thotë ata janë shqiptar, dhe ata kanë marrë votat e shqiptarëve. Për shembull Mexhidi le ta themi troç. Mexhidi. Mexhidi ka marrë, temi është figurë respektuar etj. Bilali po ashtu nga krahu i tij që fiton dhe tonë. Pra le të themi pse janë ditë këqija për shqiptarë, në kohë që janë prapë shqiptar. Ata që do qeverisin këto dy bashki të rëndësishme. E para, Mickovski dhe VMRO-ja ka projektuar 2 rrëfime politike brenda botës tyre. 1, shkatrimin e Ali Ahmetit dhe 2, nënshtrimin e Vlenit. Dhe të dyja i ka arritur në zgjedhje. Pse e ka shkatruar Ali Ahmetin? Për arsye se i ka përdor votat shqiptare atë sa i duhen për ta votat maqedonase, atë sa i duhen për ta shfuqizuar ikonën shqiptare të deri djeshme. Dhe fatkeqësisht Ali Ahmeti ose të gjithë lideret që e krijojnë aurën për vete se janë të pazëvendësueshëm, se ata rregullojnë gjitha punët me një fjali, ose e përdorin flamurin sa herë që ju duhet për ta ngritur një nacionalizëm të panevojshëm, ose sa herë që i duket se ai momenti i komandantit mund të shfaqet për ta ndryshuar gjendjen, kjo nuk ka arritur. Dhe prandaj Ali Ahmeti ka psuar në këto zgjedhje këtë debakël. Dhe edhe për faktin se ka qenë jo parimor, për arsye se nuk mund ndërtosh politika jo parimore, kur ti përdor gjuhë tashpër ndaj Taravarit, e quan tradhtar, e quan njerit Mickovskit dhe pastaj e ofron në sjetull, duke nënçmuar të gjithë ata. Të cilat Taravari u shkëput nga koalicioni me Mickovskit. Dhe mori mbështetjen e Alianës. Çka ndodhi? Në anën tjetër, Vleni krijoi këto feude politike të vogla,
tamam si që dinë shqiptar, të çdo mahalli për ta krijuar një bërtham. Bërtham e cila e kishte strehen te Mickovski. E kontrolluar deri në detaj. Natyrshëm, Mickovski e donte një kontrapunkt kundër Edi Ramës, i cili e përkrahte dorën zemër pa kushte Ali Ahmetin, por duke mos krijuar referenca politike se pse i duhet kjo përkraje pa kushte. Nuk ka përkraje pa kushte në politik. Ka miqësi në pa kushte, po s'ka përkraje tillë. Ose pa llogarim, ose pa llogarim. E krijoi Albin Kurtin. Dhe Albin Kurtin e krijoi vetëm për ta fuqizuar ose për t'i dhënë atë pikën patriotike, kinse vlenit mranda strejes e Mickovskit dhe mja kriju pandanin Edi Ramës. Dy figura, njëri i heshtur dhe mendonte se Ali Ahmeti do t'i vitoj zjetë pa kurfar problemi, dhe tjetri i cili u keq përdor dhe pastaj nuk ju dasht mo, se Albini mo nuk i duhet Mickovski, dhe nuk ka mo fart ndikimi të vleni, absolutisht. Zero. Për arsye se të gjitha ta, ose ato figura që i krijoi mranda vlenit, ato u zhduken. Nuk ka mo, nuk ekzistojnë. Dhe ka mbetur vetëm një figurë, Izet Mexhiti. Dhe çfarë ka ndodhur me shqiptarët tash? Shqiptarët janë shndruar në feudet vogla, kurse BDI-ja nuk ka krijuar asnjë gjë politike mas tyre zgjedhjeve. Përkundrazi, si parti politike, asaj duhet o reforma të mëdha o zhdukje. Unë besoj te kjo e dyta më shumë. Dhe Ali Ahmeti i ka humbur këto zgjedhje për një arsye të vetme. Për arsye se nuk ka krijuar projekt politik. Ka krijuar projekt menaxherial mranda, po themi kështu, një qeverie e cila nuk ka pas llogaridhënie. Çfarë i bie kjo? Ka pretenduar se e ka rregulluar problemin e gjuhës, e ka rregulluar problemin e shqiptarëve, i ka rregulluar gjithë ato. Dhe si është e mundur që këto gjëra për 20 vjet nuk i ke normuar mranda një sistemi. Dhe për faktin se nuk i ka normuar, Mickovski ja shkatroi për vetëm 6 muaj. Dhe 6 muaj, asgjë nga ajo që shqiptarët e Maqedonisë kanë pretenduar për gjitha ato privilegje, nuk janë më. Për arsye se vetëm një gjë ekziston, nuk ka projekt politik. Shqiptarët nuk kanë projekt politik në Maqedoni. Dhe tash, nga sot, duhet të nisin nga zeroja. Nga zeroja. Si ti bashkojmë këtu feude për një projekt politik që i kundërvihet Maqedonasve, që realisht në mënyrë milimetrike e ka ndërtuar rrëfimin e shkatrimit të idesë së UÇK-s dhe Ali Ahmetit. Skënder, kjo është ajo që kjo për trezimin që bëhet është thuajse kufite e dramës për shqiptarët. Po është dramë. Ju thoni që mbas 25 vjet është gati, 24-25 vjet është nga marrëveshja e Ohrit. Ata kthehen prapë pikën zero, ndërkohë që u der gjaku, u bë luftë etj. U duk sikur shqiptarët po ktheheshin faktor shtetformues në Maqedoninë e Veriut, ka kryetar kuvendi, kryeministri qoftë prishin ditë. Po gjithçka thoni ju ishte një formalitet pasi nuk s'ka është e normume, ku është gjuha? Nuk u kthen një normë. Skënder, dalim te përgjegjësia mendoj thot përgjegjësia është e Kosovës, por dhe e Shqipërisë. Për Kosovën nuk flasim pak më vonë, por e Shqipërisë ishte evidente, po ta shikohen mitingun e të premtes, pra Ali Ahmeti u prit si hero, Rama, pastaj fjala që mbajti u prit nga presidenti i Republikës etj. Pra me një status thuajse të paprekshëm. Ndërkohë mbas 40 orësh temi partia e tij është në kufit e është diçka tjetër të bësh një ose shumë qoka, dhe diçka tjetër është të influencosh ose të përkrahësh një projekt politik i cili jam dakord me Batonin, Maqedoni është i munguar. Edi Rama ka qenë shumë eklektik në sjelljen e tij ndaj gjithë skenës politike maqedone. Ai ka qenë bartës, për mendimin tim, i një ide gjysmë romantike se proceset integruese të shqiptarëve tani që kemi mbi marrëveshjen e Ohrit, një marrëveshje bazë, kemi disa arritje siç është gjuha, përkatësisht edhe përcaktimi i emrit kushtetues, edhe një rrugë evropiane e vendit, Bashkimi me Evropën. Pra kemi edhe një kuadër politik partish të cilat luftojnë, duke e parë si një lojë demokratike
siglash që garojnë për diçka e cila është e përbashkët. Ky, mendoj unë, ka qenë një vizion